Faleminderit shumë për prezencë, nder dhe kënaqësi e veçantë që në ditën e parë të fillimit të punës prej mëngjesit, se kemi filluar prej të premtës, ta kemë mysafire Presidenti e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, për cilën ne i uruam mirëseardhje në shtëpinë e saj. Diskutuam për gjitha nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve të Mitrovicës, po njëkohësisht edhe për nevojën më të madhe të mbështetjes institucionale që i duhet Mitrovicës, duke filluar nga zyra e presidentes, qeverisë, për cilët kohët e fundit ka pas një përmirësim të dukshëm, por nga ana e nivelit komunal kemi një ambicie më të madhe që t'i adresojmë këtu si çështje. Mitrovica pas luftës, sikurse në fazën fillestare është trajtuar vetëm si problemi i Mitrovicasve, tash është mirë që e ka vëmendjen dhe mbështetjen e të parës vendit, por njëkohësisht edhe të qeverisë dhe të kryeministit në detyrë zotit Albin Kurti. Kështu që ne jemi me fat si Mitrovicë që gjatë këtij mandati nga Mitrovica e kemi pas një përfaqësim shumë dinitoz në politikën e jashtme, duke filluar nga bashkëvendësja jonë që pas prej se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, ka pas nderin dhe faktin ta ketë presidentin ose presidentin më të mirë që ka pas Republika e Kosovës, e ne sot e kishëm këtë fat që ta kemi në zyrën e të parit të komunës Mitrovicës. Kemi diskutuar për gjitha temat që janë me interes publik për qytetin e Mitrovicës, duke filluar prej çështjeve ambientale dhe deri tek çështjet arkeologjike që e shpalosin trashëgiminë, potencialin, trashëgiminë kulturore, po njëkohësisht edhe për mundësinë që qyteti i Mitrovicës, që është më i bukuri për ato që i ka dhënë Perëndia, po që nuk është demonstrim i gjendjes faktike në terren, të përmirësojmë dhe të avancojmë përmes investimeve dhe projekteve konkrete, qoftë ato infrastrukturore, por njëkohësisht të gjitha sferave të jetës që ndërlidhen me arsimin prej sistemit parafillor në arsim, ofrimin shërbimeve shëndetësore, për një jetë e një krijimtari më të mirë kulturore, sportive, edhe deri tek mirëqenja të gjitha kategorive.